Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në bashkëpunim me Sekretariatin e CEFTA-s organizojnë javën e CEFTA-s 2025, tregtimi i përbashkët drejt Evropës. Aty do të ketë diskutime të nivelit të lartë dedikuar rolit të CEFTA-s dhe marrëveshjeve rajonale tregtare në një epokë të sigurisë shtuar pa sigurisë në fakt së shtuar dhe të modeleve dhe aleancave tregtare që po ndryshojnë. Pjesëmarrësit do të diskutojnë gjithashtu mbi rolin strategjik të CEFTA-s brenda tregut të përbashkët rajonal 2.0 dhe përshtatjen me planin e rritjes të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. E ndërkohë, pas grevës një javore, trafiku urban ka rifilluar me ofrimin e shërbimeve të transportit publik. Vendimi është marrë pas fillimit të alokimit të mjeteve nga Ministria që ka mundësuar komunës Prishtinës të nisë procedurën e pagesave. Gjatë ditëve të fundit, ndërprerja transportit ka qenë e pashmangshme për shkak të pamundësisë financiare të krijuar nga mospagesa e detyrimeve të komunës ndaj ndërmarrjes, thuhet në njoftimin e trafikut urban. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 22 subjekte politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Në listën e subjekteve të certifikuara nuk është lista serbe, e cila mori 2 vota për, 2 kundër dhe 5 abstenime. KQZ-ja edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk e kishte certifikuar listën serbe, por paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e kishte urdhëruar KQZ-n që ta certifikonte atë. KQZ ka bërë të ditur se për zgjedhjet nacionale të 28 dhjetorit kanë aplikuar 24 subjekte politike, prej të cilave 18 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. E zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka kritikuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në reagim thuhet se politizimi i KQZ-s nga vetëvendosja dhe partitë e tjera politike është i dëmshëm për një proces zgjedhor gjithëpërfshirës. Edhe ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, është shprehur i shqetësuar me mos certifikimin e listës serbe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Ambasadori britanik thekson se veprimet si ky e kërcënojnë reputacionin e Kosovës si demokraci multietnike, duke shtuar se shpreson se PZP-ja do ta zhbëjë këtë vendim të KQZ-s. Radio Televizioni Kosovës do të transmetoj drejt për drejt shortin final të kampionatit botror të futbollit që do të tërhiqet të premten nga ora 18 në Kennedy Center të Washingtonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Radio Televizioni Kosovës do të transmetoj ekskluzivisht shortin final të kampionatit botror të futbollit që do të tërhiqet të premten me fillim në orën 18 në Kennedy Center të Washingtonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kampionati botror i vitit të ardhshëm do të zhvillohet në kontinentin amerikan, më saktësisht në Kanada, Meksik dhe Shtetet e Bashkuara. Gjithsej 42 shtete do të përfaqësohen në shortin e së premtës, ndërkohë që 6 vendet finale ende nuk janë përcaktuar. Në mars të vitit të ardhshëm, 4 vende do të sigurohen nga play-offi i shteteve të UEFA-s. Në këtë play-off për herë të parë do të jenë edhe Kosova dhe Shqipëria. Kosova do të përballet me Slovakin me 26 mars në gjysmëfinalen në Bratislav dhe nëse shënon fitore atëherë me 31 mars do ta pret fituesin e ndeshjes Turqi-Rumani në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Shqipëria në anën tjetër do të ndeshet me Poloninë në Varshavë dhe nëse shënon fitore atëherë do të udhtoj për të takuar me fituesin e duelit Suedi-Ukrainë. Por 2 vendet e tjera do të luftojnë 6 shtete: Bolivia, Kongo, Iraku, Jamajka, Kaledonia e Re dhe Surinami.
Shortit të së premtës do t'i parapri një emision me mysafir special që fillon nga ora 17, derisa shorti fillon në orën 18. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.